Mirëmbrëma miq, mirë se vini në Studio Sport, mirë se vini në televizionin kombëtar Vision Plus. E diela takon gjithë një futbollit. Sigurisht ne jemi këtu për të folur atë çfarë ndodhi në mesjavë në Kupën e Shqipërisë, ku skuadrat e mëdha nuk pati surpriza, thuajse triumfuan të gjitha, duke nisur kështu me Elbasanin, Dinamon, Egnatin, Partizanin, po ashtu edhe me Tiranën e Teutën. Mëtej, në Studio Sport do të flasim edhe për një disiplinë tjetër, do të flasim për peshngritjet në sukseset që ka pasur ajo. E në pjesën e tretë e emisionit do të flasim për Serie A italiane, gjithnjë nuk mungojnë raste, debatet, polemikat, por sigurisht edhe ndeshjet e bukura, si ajo që po zhvillohet në këto momente mes Interit dhe Napolit, e cila për momentin është në shifra 2-2 në përfundim të ndeshjes. Sigurisht ne do të kemi rastet e do diskutojmë për atë se çfarë ka ndodhur në Serie A italiane dhe me atë barazim të Milanit. Prezantoj me njëherë të ftuarit që kam mbrëmjen e sot, Merion Xhafa, mbrëma mirë se vjen. Mbrëma Vilma. Klevis Dalipi, mbrëma mirë se vjen. Mbrëma Vilma. Argit Sheme, trajner, mbrëma mirë se vjen, kënaqësi në Studio Sport. Mbrëma edhe Kristi Sedllari, koleg gazetar, mirë se vjen sërish në Studio Sport. Mbrëma Vilma. Mirë, si që e anoncova edhe në fillim, do të flasim pak për ndeshjen e Kupës së Shqipërisë, ku për hir të vërtetës në këtë fazë Xhafa nuk është se pati, le të themi, ndonjë surprizë apo ndonjë zhgënjim. Deri diku edhe me rezultatet që ne kemi, në një farë mënyrë ishin të pritshme, me Dinamon që ka fituar me Besën 3-0, Partizanin po ashtu me Burelin 3-0, Vllaznia po Gradeci 1-0, Egnatia Polonia 1-0, Elbasani Flamurtari 2-1 dhe Tirana me Skënderbeun 2-1. Po, unë besoj që kaluan, jo besoj po kaluan gjithë skuadrat që ishin pretendente për të kaluar, skuadrat që janë edhe në formë të mirë gjatë kampionatit, por që pati vështirësi në disa skuadra, sepse Vllaznia po Gradeci, Vllaznia pati jo pak vështirësi, po ashtu Elbasani me Flamurtarin dhe Tirana me Skënderbeun. Po ashtu e njëjta gjë dhe Bylis me Laçin, duke pasur parasysh që kishin kundërshtar nga kategoria e parë, tregon që edhe kategoria e parë ka skuadra cilësore, janë bërë investime të mira, kështu që por në fund fare dolën ato skuadra që ishin edhe më të pritshme që të kualifikoheshin. Klevis, triumfon Partizani, Tirana, domethënë normalisht më shkon mendja që të flas gjithmonë për skuadrat e kryeqytetit dhe më të titulluaret, që ndoshta në një farë mënyrë edhe pse nuk janë shumë në pozitë të mirë në kampionat, aq më tepër Tirana, ka një lloj shprese nëpërmjet kësaj kupës që ne gjithnjë kemi diskutuar, që le të themi mund të jetë një ndihmë për të shpëtuar sezonin, nëse do të shpreheshim kështu, por objektivat që ato kanë. Kuptoj. Do e theksoja Tiranën, jam shumë dakord me ju, sepse është një ndeshje prove, duke qenë se ka pas edhe lëvizje në skuadrë, por bie në sy që skuadrat pretendentët kategorisë parë, Ceku dhe Pak Xhafa, që janë Skënderbeu, Laçi dhe Pogradeci, janë mundur me rezultate shumë minimale, tregon realisht që ata forma e tyre në kampionat, edhe pse është në kategorinë e parë, rivalizojnë skuadrat superiore me shumë dinjitet. Ndërsa skuadrat e tjera si Besa, Bureli, Apolonia, të cilët janë me vështirësi edhe në kampionatin e tyre në kategorinë e parë, kanë pas shumë vështirë që të përballen me skuadrat e Superligës, siç e përmendet dhe ju, që janë Dinamo, Partizani dhe le të themi Egnatia, të cilët kanë fituar me lehtësi. Do të veçoja Elbasani Flamurtari, për mua ka qenë një ndeshje shumë e bukur, shumë e vështirë, dy skuadra të cilat kanë pretendime të tjera në kampionat. Flamurtari është pozita shumë të këqija, por ka bërë një ndeshje shumë të mirë dhe le të themi ka marrë një gol në minutat shtesë, një Eurogol i Elbasani që e çoi drejt kualifikimit. Mendoj që ndeshjet e kupës janë shumë të rëndësishme në këtë fillim faze, sepse skuadrat kanë bërë një farë pushimi të vogël, por që treguan që kanë nivel teknik. Mbetet për të theksuar aspekti fizik, që dojmë shumë në aspektin fizik. Okej, se do ta flasim vetëm për të marrë pak edhe mendimet e para. Argit, sa I vlerësojnë skuadrat tona ndeshjet e kupës si objektive? Flas për më tepër ato që janë në superiore, se edhe për ato të kategorisë tjetër sigurisht që janë të rëndësishme. Shiko, unë mendoj që skuadrat që janë në Superligë, Tirana, Dinamo, Partizani, Teuta, Elbasani, e shohin kupën si një mundësi të dytë, sepse janë disa skuadra, ndoshta nuk e kapin Final Fourin, dhe nëpërmjet kupës së Shqipërisë, ata mund të arrin kupat e Europës. Gjëja që më ka rënë mua në sy dhe më ka pëlqyer në disa ekipe si Dinamo, Partizani, Tirana, trajnerët kanë tentuar që të bëjnë një lloj rotacioni në ekip, pra nuk janë shprehur me 11-ën e parë, por kanë munduar që t'i japin minuta dhe lojtarëve të tjerë që për t'i parë gjendjen e tyre fizike si janë, sa janë rritur, sa shkojnë me filozofinë e klubit. Kështu që më bëri përshtypje Bernard Berisha mbas disa kohësh kthehet te goli tek Dinamo, po gjithashtu gjëja tjetër që më bëri përshtypje është që
tek Tirana shënon përsëritare. Domethënë është një lojtar që nuk ka ardhur me pyetje të mëdha në kampionatin shqiptar, por i dha mundësinë Tiranës që të ketë një hap më tej në kupën shqiptare. Okej, po. Jo vetëm diçka. Po, patjetër, po. Jo të gjitha. Vllaznia kishte bërë, që e pranoi Tranjei Martini, që kishte bërë turnover. Dinamo e ka startuar me formacionin më të mirë të mundshëm, duke pasur parasysh mungesat që kishte të detyrueshme nga gjendje gripale apo dëmtime, sepse e vlerëson jashtëmase, sepse sezoni i kaluar me gërsinë që ka kampionati jonë me firme 10 skuadra, që është shumë e vështirë që ti të kesh garanci për Final Fourin apo për të fituar kampionatin, Kupa është një objektiv që të qonë në Europë një sfel si kampionati. Dhe është pak më e lehtë se kampionati, me thënë për izë vërtetës. Ka më pak ndeshje, me një fat mirë mund të shkosh më shpejt se sa kampionati, sepse kampionati me të vërtetë është shumë agresiv dhe po e tregon dhe këtë vit. Kristi, sa të motivuara u duken skuadrat për ndeshjen e Kupës dhe a ka një lloj kalkulimi këtu? Unë do flas konkretisht, dy ekipe, shohim Partizani dhe Teutën, cilat për shkak të depozitave që kanë kampionat, mu pan më shumë të mobilizuar për pjesën e Kupës, sepse duke qenë se ky mund të jetë plani B për to nëse nuk kapin atë katërshen, Partizani dhe Teuta janë dy ekipe që mund ta vlerësojnë Kupën më shumë se çdo ekip tjetër. Me gjithë respektin për Dinamon e Gnadit. Po pse mendon kështu? Mendoj se kanë një me gjithë modestinë, jo, po s'ke garancia s'ka Final Fourin. E vlerësoj dhe Burelin, se normalisht ndonjëherë edhe këto hapat fals me këto ekipe e di si është. Nuk bëhet me të skuadra modeste hapit fals Grande. Bëhet me skuadra të cilat janë pretendente, edhe vjet në çdo kampionat. I ka bë Partizani, i ka bë me Beslidhen historike. Beslidhe ka qenë on si koç. Dakor, më bën. Jo, po nuk e di se ka përshtypje si Kristi e kishte në kuptimin që duke qenë se 4 ekipet e para që janë të renditur janë pak më të shkëputura. Janë shkëputura, po nuk e garanci. Nëse ti të mund hysh në Final Four dhe deli 4, praktikisht je jashtë Europës. Nuk t'jep garanci as pjesëmarrja në Final Four. Me fjalë, prandaj them që Kupa është objektiv, që ti jesh i sigurt, paktën se mund dalësh në Final Four dhe koncidojnë ndeshjet jo të mira, deli 4 nuk del në Europë. Prandaj them që Kupën e kanë gjithë objektiv, dhe prandaj them se isha në stadium. Përveç të dyjave që mund ta kenë si një komardarë shpëtimi, për sezonin shoh më shumë pasaj të uritur Elbasanin, që i mungon një trofe prej vitesh, dhe ndërkohë nga sezoni i kaluar, që ishte një ekip që sapo u ngjit në kampionatin e parë, ato investimet e para, tashmë është mobilizuar më shumë, ka një ekip më solid, kanë investuar në merkato dhe besoj që do ta synojnë Kupën. Ngritëm një trofe në Elbasan, kështu i shok pak në Klevis, për të mbetur pak të kalkulime për atë llogaritjet, se ne kemi parë edhe vitet shkuara, se Vërera na ka mësuar që në një farë mënyre i bëjnë edhe këto llogaritjet skuadrat me njëra tjetrën. Shiko, nuk jam kundra, por problemi është që... Jo, kundra s'undje. Jo, s'jam kundra... Ka ndodhur aq shumë gjëra sa... Jo, po mund ta mbrojt teknikisht. Jo, patjetër mëse. Unë do të veçoje në këtë ndeshje të utën, në këtë përballje të utën. Pse? Se përballet me Vorën, por prap nuk janë në pozitat njëjta. Investimi i Vorës tani ka dalë hapur që ne jemi për të qëndruar në kategori, ndërsa të uta është ndërtuar për të kapur diçka më shumë. Dhe në këtë ndeshje u pa qartë që të uta është shumë e mobilizuar, lojtarët ishin më të qartë për ta fituar ndeshjen dhe nuk mendojnë për kampionatin, për ndeshjen tjetër, sepse Nuk Lëvizë mendojnë dhe për kampionatin ata, se 5 pikë janë larg... Nuk e mendojnë... 3 pikë sa janë larg 4-shës. Dakor, nuk e mendojnë në të kuptim që të mos të kursej energji, pra bën gjithçka për gjithçka. Doja të veçoja edhe ndeshjen që unë e thashë pak më parë, ndeshja e Elbasanit me Flamurtarin. Ka qenë një ndeshje, po them, vitrinë përsa i përket ritmit, ndoshta edhe impianti i Elbasanit e lejon këtë gjë. Skuadra e Elbasanit e lejon ta pranoj një skuadrë që luan futboll për të fituar. Si më dhe Erë Albania, për impiantin është, po thuaj ka qenë ndeshje mirë dhe... Jo, është ndikon, patjetër që ndikon, por... Elbasani për ta theksuar e ka bërë këtë edhe në kampionat, edhe vjetë domethënë ka treguar që është skuadrë që pëlqen lojën e hapur. Ka edhe diçka tjetër, profesor. Luan futboll e qartë, objektivat dhe financat janë të shëndosha. Pra këto japin shumë garanci dhe qetësi në skuadrë për të shprehur lojtarët më mirë. Ja japin bukurinë edhe tifozët. Ka prani shumë të madhe tifozësh në Elbasan, shumë tifozët e Elbasanit dhe përkrajnë skuadrës. Si rallë erë në stadiumet e Shqipërisë, stadiumi i Elbasanit ka më shumë prani tifozësh. Dhe kjo i jep, domethënë është ai lojtari 12 që i jep
e karikon skuadrën më shumë për të arritur objektivat. Cila nga skuadrat mendojnë që do të arritë shkoj më tej në Kupën e Shqipërisë? Me këtë që ke parë, se kur flasim Kupa e Shqipërisë, vërtet ka ndeshje më pak, por normalisht ne i dim kontingjentin e lojtarëve dhe po ashtu skuadrat janë ndërtuara. Duke parë kontingjentin dhe përbërjen e skuadrave, organikën që kanë, për momenti skuadrat që janë në katërshën e parë, po themi Egnatia, Vllaznia, Dinamo, por jam do më thënë edhe midis Teutës dhe Elbasanit janë do më thënë afër aty janë, edhe ata janë pretendentë, kështu që këto shikoj për të vazhduar më të. Okej. Klevis, me qënë se the pak më parë në fillim të fjalës për pjesën e çalimit në anën fizike, në pjesën fizike, ajo ishte që vure re në pjesën më të madhe të ndeshjeve? Nga këto përballje e theksova, thash Elbasani me Flamurtarin që skuadrat luajtën gjithçka për gjithçka, domethënë deri në fund. Ndërsa skuadrat e tjera, ndoshta edhe nga specifika dhe sepse skuadra si le të themi Besa, Boreli nuk e kanë pretendimet shumë të mëdha edhe në kampionat. Ndoshta edhe nga përbërja që kanë lojtarëve në skuadrë, mund të përballen me skuadrat superiores. Por po të veçoja Skënderbeun, shkoi dhëm për dhëm në ndeshje me Tiranën. Pra luajti një futboll që e aplikon në kampionat mirë, por pse jo dhe donet që të eliminonte Tiranën në këtë përballje. Megjithatë, futbolli jonë ka probleme fizike. Kjo vjen edhe si rrjedhoje e mendësisë. Vjen si rrjedhoje e kushteve. Ne akoma Çfarë do të thënë rrjedhoje e mendësisë? Okej, kushtet i kuptoj. Shiko. Do të thënë rrjedhoje e mendësisë. 6 vite gjysmë Partizanit. Të gjithë trajnerët italianë kur donin disa gjëra strikte që lojtarët të shkonin në akademi dhe të iknin në një orar caktuar në darkë, dhe për kushtimi i tyre të ishte totalisht me regji, me ushqim, me stërvitje 2 herë në ditë. Ne shqiptarët akoma se kemi ndërtuar më së miri këtë gjë. Nuk flas se mund ta kenë 2-3 klube, po flas në tërësi. Edhe pse jo edhe ekipet e kategorisë parë. Pra kjo është mendësia. Neve hedhim shumë para në pagesat e lojtarëve, por nuk ndërtojmë një filozofi dhe një metodologji dhe një strukturë të qartë për klubin, që lojtarët ta dinë që unë do shkoj ke Dinamo, do shkoj ke kompleksi Dinamos në orën 8 mëngjesit, do konsumoj mëngjesin, do stërvitem, do rri me shokut, do pushoj, do bëj anën teorike, do bëj dhe pasdite. Pastaj në orën 6 pasdite do shkoj të jem pranë familjes time, kur nuk kam ndeshje zyrtare pas 2 ditësh. Sepse ka dhe grumullime të cilët janë 24 orë para ndeshjes, mund të jenë totalisht të dedikuara. Ndoshta këto ndeshje mund të jenë dukur pak me probleme fizike sepse lojtarët kanë qenë të ngarkuar. Kujtojmë që kanë pasur 2 javë pushim. Jam dakord. Po ta kesh, shikoj se kemi stude e formuar me Fernandez, ka qenë gjatë. Ilir Daja ka thonë, ka theksuar. I bën mirë lojtarëve ky pushim, po unë nuk do isha shumë dakord. Ka dashur ta ketë ekipin në ritëm, sepse unë kam qenë vetë futbollist, Gjafe e di shumë mirë. Neve, sa na jepsh 5 ditë pushim, ne nuk mendoshim më për stërvitje. Mendonim si të bënim pushimet sa më mirë. Pra kjo ka lidhje me mendësia. Ndërsa jashtë, kush ka pas fatin të luaj, e di shumë mirë se sa vuan për t'i marrë ato para. Më jashtë, ato ishin peshore të gjithë. Shiko, se lojtarë... Jashtë ishte para gjelit dhe thas. Parave që japin, marrin dhe atë profesionalizmin brani. Se lojtarët ta në Shqipëri nuk e kanë këtë edhe kur shkojnë jashtë, dedikohen totalisht. Do thonë ju nga paga e lartë. Jo, është mendësia, sa i ta je pagën, shtru si limoni. Je dakord me këto që thot Levisi? Apo ke një mendim tjetër? Jo, nuk besoj, nuk e di të gjithë klubet, nuk du të bëj analizën e gjithë klubeve, se nuk jam brenda të gjithë klubeve. Po i referohem të paktën në Dinamos. Kjo pjesa e aspektit profesionist, është e vërtet që kishin shumë nevojë për të bërë pushim, sepse kanë filluar shumë herët edhe me Kupat e Europës, dhe vjen një moment që lojtari ka nevojë dhe nga ana psikologjike që të largohet, të shkëpusi pak. Por patjetër që një trajner, aq më tepër me formën që po tregonte Dinamo javën e fundit të kampionatit, nuk ka dëshirë që të ndërprehet. Sepse kur skuadra ka një formë të mirë, ka një ritëm të mirë, me atë që Dinamo dha dhe në Superkupën e Shqipërisë kundër Ignatios, që bëri një ndeshje fantastike, jo vetëm fitore, po edhe kundrejt lojës që ishte dominante ndaj Ignatios. Normal që një trajner kërkon që ta ketë të vazhdojë me këtë ritëm, të vazhdojë me ciklin javor që mos ketë shkëputje. Por që unë besoj që ka ndryshuar, edhe në Shqipëri ka ndryshuar disi, unë i shoh në përditshmëri, mbase nuk rrin që në 8 mëngjesit, është e vërtet, por që të paktën që nga ora 10, 11 dhe deri në orën 5, 6 janë brenda klubit pikërisht me këto, sepse Dalibi e ka pas. Ignatia në dinin time këtë metodikë. Thash nuk du të futem, po Dalibi e ka pas. Shiko, Dalibi ka punuar. Dalibi ka punuar me Profesor Dajen. E ka pasur trajner dhe e di se sa kërkuesh kjo pjesë, në pjesët teorike, në pjesët e ne kemi për fat mirë, kemi dhe brenda klubit i kemi këto pjesët
konsumimit ushqimit, palestrës, i kemi kushtet për t'i bërë këto praktika. Vetëm me spushorë nuk keni, ose po ju ikin gjithë të Dinamo. Ja, do ndalemi fritë. Do ndalemi vetëm Mercato. Përsoja mendimin e profesorit Dalibit, sepse u ndalë tek aspekti fizik. Ka një specifik, në momentin që skuadrat mbarojnë pjesën e kampionatit, ka një mini fazë, ose një fazë tranzitore, që ata kalojnë dhe marrin një ngarkesë më specifike, por disa skuadra, ose në rastin konkret, Dinamo edhe Egnatia, kanë qenë, po thujse, deri në fund të dhjetorit, kanë qenë në... Me datë 28 kanë pasur ndeshje. Që nuk është se kanë pasur një ngarkesë dhe pjesa servisit. Pjesa tjetër e skuadrave e ka bërë këtë lloj gjëje, sepse është shumë e nevojshme që skuadra të marrë një lloj përgatitje fizike me ato 3-4 ditë pushim. Unë dua të bëj një gjë. Vjet Paris Saint-Germain që ka qenë ekipi më i suksesshëm, sekretin e kishte tek ideja që Luis Enrique ju dha lojtarëve 9 ditë pushim. Pra gjeti një lloj strategjie edhe tha që ne jemi ngarkuar, kemi arritur në maksimum, unë mendoj që lojtarët duhet të bëjmë pushim. Nga momenti që kanë ardhur... Luj çdo 3 ditë ato. Po, dakord, në rregull. Ne lozim kampionat. Por, edhe ai pushim që bëjnë ata nuk është ndonjë pushim... Po është pushim aktiv. Pushim aktiv, ata programe individuale, japin çift me vetë. Pushim me program, po. Ato asnjëherë nuk kanë por jo pushim të me gjitha program. skuadrat në Shqipëri kanë kushtet, ka filluar ndryshimi Po. në disa skuadra, që janë kushtet, ke fushën, ke palestrën, ke anën teorike. Kë ke parti që të rreq më shumë dhe ndonë që mund të vijoj kjo lloj, le të themi, tradite që është krijuar, apo ky lloj projekti? Dinamo po e tregon. Okej. Egnatia po e tregon. Partizani gjithashtu. Fillon fusha ka një lloj vazhdimësie. Në këtë periudhë do fillojë investimi dhe i fushës tjetër. Kështu që edhe të tjerat janë në rrugën e duhur. Edhe Vlora. Pa të zhvillim, skuadra superiore janë shumë pak 3-4. Po në krahasim me ku kemi qenë të shkojmë, të gjitha që të ketë një konkurrencë të fortë ndërmjet klubeve. Dhe nëse kjo arrihet... Dali, po se bëri asnjëra, nuk bën asnjëherë asnjë. Duhen shembujt. Nëse bëhen 2-3 shembuj të mira dhe klubet e tjera pastaj do fillojnë ta kenë iniciativën për ta bërë diçka më ndryshe, diçka për ta arritur këtë. Sepse edhe tifozërit, për shembull, nëse del dikush nga klubi dhe thotë që neve në një projekt 3 vjeçar nuk do marrim lojtar me kosto shumë të lartë, por do ndërtojmë akademinë. Do mbajmë lojtar modest në skuadër, do qëndrojmë në superiore. Ti thu që ka tifozë ta pranojnë këtë? Nuk e pranojnë, po nëse ti del... Me datë ke një risk që mund të përfundosh karrierën e parë. Një sekond, nëse ti del në një konferencë dhe i shpreh atyre që neve jemi për zhvillim, por nuk do harrojmë suksesin. Dhe ata të patën janë të bindë dhe lojtarët janë të qetë, dhe jemi paga modeste, e ka bërë Kroacia pak vite më parë këtë gjë, dhe sot klubet e kroate janë shumë në progres, sepse ndërtuan një strukturë shumë të fortë për të ardhmen. Ne klubet shqiptare kemi. Shkon me një lojtar tuaj në Brazil, ne nuk e dim fare, ka dëmtime, s'ka dëmtime, ka minutat, edhe del tu lojtari dobët dhe skuadra shgënjen. Dhe kjo është... Kjo vjen edhe nga financat. Kjo është fenomen në zgjedhjet e shqiptare. Kjo është edhe nga financat. Shkon e merr të lojtarin sepse kërkon që të kesh rezultate imediate për shkuar në Kupën e Europës, për të thyer një pagesë mbrapsht. Kurse ai në Kroaci që po marrin në shembull, po nuk doli i mirë. Jam dakord, pa ai në Kroaci që po marrin në shembull ka vite që prodhon. Që prodhon lojtar, prodhon rezultate, prodhon dhe ka mundësinë që të bëjë dhe ristartime, që të bëjë dhe një pauzë, duke qenë. Këtu është pak e vështirë, sepse, thash, e para tifozi nuk është se bin dakord me këtë pjesën, që unë mas 3 vjetës, as garanci që mas 3 vjetës do fokusohem kjo do të dali. Po i referojmë asaj që tha Dalipi, që tha dalish konferenci... Tani se kemi të shfaqur dhe Lede Bregu dhe pak Klevisi e tithe pak më parë Gjafës, gjithashtu që s'keni me sfushor. Tani, ndalim e pak të Mercato, po pra, dakor, tani të pyes, dakor, ta thot më pa tjetër që do e thot. Oke, do na i vësh cilësit të duke. Si të zhdukur kjo pjesa e Mercatos derim tani, apo çfarë kemi në një lajm që po të gjithë kemi pasur syt Vilma dhe Tirana, sepse për shkak të pozitës, normalisht ishte ekipi i parë që duhet të bënte ato lëvizjet për të shpëtuar, po them, vendin e fundit në vazhdimsi. Rikthimi i Ernest dhe i Xhixhës janë ndoshta një hap i parë që jep një lloj shpresa, ose një shkëndi për më tepër. Për të filluar atë fillimin e pikës, sepse ndeshjet mos gaboj ka 2 me Bylisin dhe me Vorën, ndeshjet e para, kështu që janë kundërshtar direkt për mbijetesën. Pastaj dhe mbrojtësi Çaka i Shkëndijës që pritet të vi,
Janë disa emra që japin garanci sepse kanë eksperiencë para, Xhixha vjen nga një kampionat i UEFA pavarësisht. Njohin kampionatin shqiptar. E njohin patjetër që po. Mentalitetin që është shumë i rëndësishëm. Kanë qenë të kushtueshëm, nuk kanë qenë për shkak të financave që ata kanë kërkuar për kontratat. Unë mendoj që Tirana ka gjetur këto financa. Më thuaj ti një lojtar ke Tirana që nuk kushton. Se edhe po t'i referohemi historisë në pagesat kanë qenë gjithmonë, po Pymi del mbrapa, rezultate. Ata shkojnë në përgjyshe pastaj, po them që Xhixha, Ernez dhe Qaka kanë qenë të mirë paguar me kontratat që janë zgjedhje të mira, janë. Ka marrë një lojtar tjetër në aspektin financiar. Ka marrë një lojtar tjetër Tirana nga Diara Lili mos gaboj, një mesfushor. Ka sjellë ky Bonjaku, drejtori Ja, Prishtina. Po. Them që nga ana financiare Tirana duket që sikur nuk ka probleme dhe ka po them atë thesin e hapur për të marrë dhe lojtarë të tjerë. Pastaj mbetet për trajnerin Nuiu, nëse ta lojtar do të arriti që t'i aktivizojë në mënyrën e dur, me sistemin e dur që të arritë fitore, sepse Kristi, mendon që mjafton vetëm Mercato për t'ja dalë? Se ne kemi diskutuar shpesh, në fakt pa diskutim Tirana ka qenë kryefjalë. Për gjendjen në cilën ndodhet, se është në fund fundit. Nuk mjafton vetëm Mercato, se shko, edhe para, po them, 2 vite mos gaboj, Tirana kishte një super ekip që po të përmendim emra atu me Latifi, që ishin lojtarë nga mbi 10.000 euro secili, dhe nuk arritën të tasë Europën, dhe rrezikojnë të binin nga kategoria. Kështu që Mercatoja mund të jetë një lloj shprese, por nuk është garanci e plot. Okej. Jo, për pyetjen që i bëre. Po. Tani, garanci për rezultat, garanci, më kemi sfushorë i dikërisë. Jo, se do ndalemi dhe ata, po. Jo, Tirana kishte nevojë në rast të parë për entuziazëm. Dhe ardhja e Ernest, ardhja e Xhixhës që kanë qenë dhe kanë bërë mirë tek Tirana, normalisht zgjon të paktën një entuziazëm që i mungon te klubit, që i mungon te tifozërisë. Dhe ka nevojë shumë edhe për lojtarët, ka nevojë edhe për entuziazmin e tifozëve. Kështu që të paktën në këtë aspekt i bën mirë afrimi këtyre lojtarëve, sepse në cilësi teknike, me atë që kanë paraqitur në kampionatin shqiptar, kanë dhënë prova dhe janë lojtarë cilësor. Pastaj thash ngjallin pak interes edhe entuziazëm dhe tek tifozët, gjë që Tirana si duhet me imediat nëse duhet të arrijë atë objektiv për shpëtuar. Okej. Duke lënë më janë Tiranët e Dinamo tani, jemi Kristit përgjigjen përmes fushorët. Këto ndalje i di, këto në hyrje nuk i di akoma. Nuk i tregon Xhafa plan. Këto ndalje i di Karamba dhe Jonuzi që janë larguar. Aha. Po, qa doni tjetër? Ka do një hyrje. Në hyrje tani, shiko. A ka nevojë Dinamo, si mendon? Shiko, Dinamo e ka shpreh dhe trajneri vetë, sa që ka dalë konferencë, që objektivi kryesor është një lojtar me eksperiencë, një sulmues që një portë, një sulmues goli, me pak fjalë, sepse në ndeshjet saktoi një finalizues. Vetëm pak a shumë Guindo, nuk është se ka bindur plotësisht, ose nëse i referohemi Dajës, do me thënë gjithmonë si pas Dajës. Jo, në base, shiko, ka shumë lojtar, Guindo nuk është se nuk ka bindur Guindo. Alternativat që ka Guindo janë lojtar shumë cilësor, po Daja ka përmendur gjithmonë që janë të rinë mosh. Dhe i duhet një lojtar që në momentet saktuara me zëvendësimet edhe në pak minuta, në minutat e fundit, ka eksperiencën dhe ka cilësim për të finalizuar diçka nga loja që prodhon Dinamo. Dhe ky është objektivi kryesor. Por që Mercato janarit, Vilma, që t'jemi realist, është vërtet që mund të ketë nevojë për një mesfushor dhe sulmues që kërkon trajneri, por nuk është kaq e thjeshtë. Ja, e kemi thënë. Nuk është kaq e thjeshtë sepse është Mercato, okazione, është momentet caktuara. Absolutisht, është vërtet. Është me shumë rrezik. Nuk mundet të ndërtohet ekipi në janar. Jo, dhe kostot janë shumë të larta. Sepse duke qenë se janë gjithë kanë nevojë për një lojtar dhe kostot e menaxherëve bëhen shumë të mëdha. Është vërtet. Jo vetëm Mercato e lojtarëve të lëviz, por kemi pasur edhe ato të drejtorëve. Si e parë lëvizjet e kryeqytetit? E kam fjalën të për Partizanit, sigurisht. Shiko, unë mendoj që kjo lëvizje mund tjetë si rrjedhoje lojtarëve që ai ofron, sepse ai ka lidhje të ngushta me Maqedoninë dhe me Kosovën. Pra është një strategji e përdorur që unë marr drejtorin sepse ai vjen sjell 2 lojtarë cilësor në skuadër. Ndërkohë që mund të marrë për shembull pafuz vetë Ndalimin, ai njeh vetëm tregun shqiptar, nuk e njeh tregun jashtë Shqipërisë. Dhe kjo ka qenë një strategji e klubit. Unë mendoj që ai ka qenë një futbollist shumë i mirë. Nuk e kam pasur fatin që të punoj me të, por me sa më kam dëgjuar është një njeri shumë inteligjent për sa i përket për zgjedhjes lojtarëve. Tani unë e kuptoj që ai ke Tirana nuk pati sukses, por nuk mund t'i faturohet zhgënjimi vetëm drejtorit, sepse janë shumë element që mos përshtatje futbollistësh, janë shumë gjëra të cilat nuk mund t'i as unë nuk i zbar dot, por që
finalja është një djalë, unë kam e njoh dhe personalisht, është djalë shumë i zgjuar, di se çfarë kërkon. Uroj që ti shkoj të ecim mirë, sepse nëse shkon dhe kjo keq, pastaj Krist. nuk bëhet mirë për atë në aspektin e karrierës. Te Tirana ka qenë aspekti financiar që ka bërë largimin e Ibrahimit. Ka qenë aspekti financiar ku nuk janë përmbushur nga presidenca e Lilit gjithë ato kërkesat që ai ka pasur. Prandaj ka ardhur dhe largimi kohën përpara. Ndërkohë te Partizani, në dijenin time, atij është dhënë një garancie për pjesën financiare dhe për lojtarët që ai mendon të sjellte te Partizani. Dhe pse jo ta kthej që në muajin janar, që është dhe Mercato ka mundësinë që ta rikthej Partizanin pretendent për katërshtën dhe pse jo për titullin kampion. Okej, se kjo është një temë shumë interesante. Argit, po. Mua sot më bëri diçka për shtypje. Unë isha duke ndjekur ndeshjen e Kupës së Shqipërisë, Partizani Skënderbeu, 19-a superiore, luanim për Kupën e Shqipërisë, të Shtëpia e Futbollit dhe Federata e Futbollit Shqiptar, dhe pash prezent drejtorin sportiv të Partizanit. Më bëri përshtypje fakti sepse ai ka shumë pak ditë që ka filluar punën dhe menjëherë ka filluar të monitoroj pjesën e akademisë që është shumë e rëndësishme, sidomos unë 19-a që ka një... Po mirë, kur fillon një punë të re, duhet njohësh terrenin. Unë kundërshtoj pak, profili Ibrahim, Agimit, nuk është ai lloj drejtori që shikon gjithë vetëm nga akademia. Ai është një lloj ka bërë edhe Dinamo. Para është një që do të shëndosh që të Dinamo ka qenë lojtar Agimit. Po ka qenë lojtar. Edhe një mbasi u troq. Kristi, më fal. Ishte pranë klubit, një drejtor sportiv. S'ka punuar këtë Dinamo. Duhet të ketë. Në dijenin time ishte pranë klubit dhe sugjeronte lojtar dhe... Nuk e di, kështu nga jashtë, brenda klubit në struktura... Jo, ai ka thotë si gazetar, pastaj tjetër... Jo, unë e njoh personalisht se e kam pasur lojtar në kohën që unë kam qenë trajner bashkë me Vanolin këtë Dinamo. Kisha logjikën dhe kjo gjë, një drejtor sportiv nuk mund të bëj vetëm lëvizje në merkato me lojtarët që janë jashtë teritorit të Shqipërisë. Po është shumë rëndësishme që të shikoj elemente akademia, sepse elementi të akademia nuk ka posto. Dhe aty te ekipi U19 që drejtohet nga kolegu Infation Muhameti, ka disa lojtarë interesant që premtojnë për të ardhur. Tani, okej, për të ndalur pak te Partizani superiore, sigurisht akademia është temë që ne kemi diskutuar shpesh dhe është mjaft e rëndësishme për furnizimin e ekipit parë. S'të zhdukur Partizani në fazës së dytë me largimin e Milinkovic, më pas ardhjen e Olton Kërnajës, që është brenda ambientit, një Partizani i cili në 9 javë mori 15 pikë, një Partizan që filloi të le themi të fitonte ndeshjet, të ndryshoi një lloj mendimi, që jep një besim te tifozeria. Dhe pyetja dhe ajo që shtroi edhe pak më parë edhe Kristi, e sheti këtë Partizanin që ndoshta në këto dy fazat e mbetura mund të bëjë diçka më tepër dhe të pretendojë diçka më tepër, katër që bëhet fjalë gjithmonë. Unë personalisht si Argit, më është bërë jashtëzakonisht shumë qefi që presidenti Demi i ka dhënë besimit një trajneri të ri. Unë jam vetë trajner, edhe kjo lloj gjëje domethënë ka filluar të ndryshojë në Shqipëri. Mentaliteti për t'i dhënë mundësi trajnerëve të rinj gradualisht po ndryshon. I ka dhënë besim Olton Kërnajës, Olton Kërnaja e ka treguar me rezultate që ka bërë jashtëzakonisht shumë mirë. Ka ndryshuar anën psikologjike të ekipit, pra ekipi vinte nga një anë psikologjike e rënduar, mungesa rezultateve, lëvizje në formacion, arriti që të stabilizoj këtë lloj gjëje, ka futur element të ri në ekip, pra nga ekipi B i ka ngritur lart dhe ata kanë rezultuar lojtar deciziv dhe jemi këtu në momentin që flasim, vjen edhe një drejtor i ri sportiv, bashkohen po themi institucionet për të bërë më mirë në të ardhmen. Unë mendoj që Partizani me 2-3 përforcime, përveç organikës që ka, sepse ka lojtar goxha cilësor, mund të arrijë, domethënë mund të arrijë objektivin e Final Fourit. Klevis. Shiko, nuk jam kundra, trajneri i ri gjithmonë është risi, edhe shumë mirë që presidenti ja ka besuar, por do e thuaj që a më ndodh kjo lind pyetjen për skuadrat të mëdha, sepse Partizani, Tirana, Dinamo janë skuadra elit. A mund ndodhi kjo në klubet të mëdha të botës që trajnerat, le të themi të rinj, të marrin skuadra kaq të emëruara? Unë besoj që jo. Unë besoj që po. Një sekond. Unë ta jap shembullin. Një sekond. Unë ta jap shembullin. Do ta bëj dhe ty pyetjen, dakord. Tani shkosh ke Barcelona nga Mori Guardiola nga skuadra B. Jo, fare. Shiko tani. Trajneri do të jetë on top gjithmonë në këtë skuadra elit. Pra niveli i Lirdajës, niveli i Mireliosës, niveli i trajnerëve shtotim Durrës, pse? Skuadrat mund të kenë tranzicione ekonomike
dhe lëvizje lojtarësh ndoshta nuk janë përshmëritë janë shumë të mëdha, por rezultatet nuk janë të duhura. Por trajneri do të jetë gjithmonë modeli dhe ai trajneri i cili ruan standardin e skuadrës. Unë nuk jam shumë plotësisht dakord me këtë gjë, pavarësisht se jam në mbështetje të çfarë po tha për trajnerin e ri, por skuadra elite të Shqipërisë duhet të kenë gjithmonë trajnera me super përvojë për të qenë modeli i gjithë klubeve të tjera. Ky është mendimi im. Kjo puna e trajnerëve të rinj, sepse dal aty gjithmonë edhe jashtë është besuar trajnerëve të rinj ekipi. Por ai trajneri i ri ka një dekadë aty në ai klub. Ka marrë që nga të rinjt, para të rinjt, ka dalë kampion me ekipin U21, po marr tani shembull kotë. Ka dhënë një lloj aftësie, ka treguar një lloj që është i aftë edhe për moshat, por është pjesë e klubit prej 10 vitesh. Dhe pastaj vjen një moment që besohet ekipi parë. Në rastin e Partizanit është mbrapsht, sepse Kërnaja ishte një muaj të Partizanit dhe mori direkt u katapultua në ekipin e parë. Pastaj kjo është zgjidhje e presidentës, ne gjykojmë këtu thjesht. Tani pse un jam pro kësaj gjëje dhe për ta mbrojtur institucionin. Nuk jam pro, jam kundër, nëse do ishte dikush që ka vite aty dhe ka dhënë për atë panel si trajner me moshat, atëherë mund ta besosh. Un jam pro kësaj gjëje për ta mbrojtur institucionin e trajnerit. Neve trajnerëve të rinj, kur do na vi radha, kur të na iki mosha. Jo, ai Kristi duhet mbështes Kristin, jo të lutem. Jo, Kristi ka disa këtë pra, këtë tha Kristi, pra duhet kesh disa suksese, duhet bësh diçka që mund ta lësh. Dhe un po ua them, vite eksperiencë supet. Un po ua them, trajneri në fjalë, Oltioni, fakti që ka vajtur atje, ka pasur disa eksperjenca më përpara. Te Laçi, te Valbona e disa ekipe të tjera që s'duhet i përmend. Tani unë do të bëj një krahasim. Unë do të bëj një krahasim. Duke sikur e kemi me Oltionin, po ka një eksperiencë nga. Jo, s'ka lidhje, nuk flasim për emra të përvetshëm. Jo, Krist, s'ka lidhje me emrat e përvetshëm, por me eksperiencë. Unë e shoh një bazë shumë të rrezikshëm, si rulet ruse. Jo, ajo si bazë u bë. Se ky është një rast i veçantë. Mënyra se si u zgjodh ishte emergjencë. U largua trajneri, u zgjodh, kishin rezultate dobta, u mor për emergjencë, u mor për disa javë. Për mos të lënë skuadra pa trajner, u mor emergjent trajneri i skuadrës B. Tani shkoi mirë edhe shkoi mirë dhe nuk ndryshoi. Tani kjo pjesa sepse drejtor sportiv nuk ishte. Sot erdhi Agim Ibrahimi se ishte një vend bosh, ishte vend vakant. Nuk është se kishte drejtor sportiv. Me fjalë, kishte shumë gjëra, shumë komponent brenda klubit që nuk kishte vendimarrje të plot. Me fjalë, ishte vetëm presidenti Gazdemi që nuk është një njeri që është gjatë gjithë kohës i përfshirë në 100% se ti e një më mirë se unë se ka qenë kjo pjesë, te ke punuar ka i klub, që nuk është 100% i përfshirë që të merret me trajnerët, me gjërat. Kakofoni dhe bëjmë unë tash përsëris vetëm. Unë ta thash me dy fjalë, klubet e elit duhet të kenë trajnera elit. Jam shumë dakord. Lojtarët kalojnë dhe vinë, nuk jam në kundërshtim. Klubi do shtrëngohet, do bëj maksimumin që trajneri mi ta marrë me pagesë lart. Pse? Sepse ai është drejtori, drejtuesi, strategu dhe do vi një moment një trajneri në për klubet të këtij niveli do të ketë trajnera me shumë emër. Ky është mendimi. Erion, duhet të bëj një krahasim. Po do të përmend një trajner me emrin Farioli. Ai ka qenë në eksperiencën e tij të parë, ka qenë ky që është ka drejtimin e Portës. Ka qenë trajner portierash në kohën kur ka trajnuar trajneri i Marseilles që është aktual De Zerbi. Dhe nga aty pas e ka kaluar Zvën City, mori Ajaxin vjet dhe si vjet që flasim i besohet ekipi i Portos. Dhe Portoja është ndër ekipet më të mira. Sa kaloi ai për të ngritur? Betosh Ajaxin. Po, betosh Ajaxin me shivit një trajner. Pra ai kaloi nga skuadra e Ajaxit ku ishte? Dhe ka kaluar në sitën e De Zerbit që para se të vitë Ajaxi ishte një ndihmës trajner. Me të do gjithë stërvitjes. Dhe një tjetër, po të marrë një shembull tjetër, trajneri që drejton sot në Premier League Brightonin, quhet Heartless. Ai ka drejtuar skuadrët në kategorinë e 2 dhe në kategorinë e 3 gjermane. Por çfarë kanë parë menaxherët, presidentët tek filan trajner? Kanë parë metodologjinë, filozofinë dhe ja kanë besuar. Dhe ja ku jemi sot. Dakor, trajneri që sot drejton Gjermaninë ka filluar karrierën në Bundesliga na 28 vjeç. Dakor, po ta shohësh me rastin nuk është gjithmonë po ta shohësh me metodologji, vjen me skenar. Metodologjia është për moshat. Po ta shohësh me skenar, me objektive me filozofi loje. Pra, jo metodologji. Po pra metodologjia e punës, filozofia e lojës bashkë me dy shembuj këtu. Po ta shohësh me rastin që po flasim ne, dhe atë që mund të kemë parë të trajneri Partizani aktual, kam parë thjesht rënë nga kategoria. Ka qenë vjet zvën trajner në Super League.
Po pra, me një ekip që u rëzdua nga kategoria, me një ekip prapë që u rëzdua nga kategoria, me një ekip nga parë që u rëzdua nga kategoria parë. Po pa, u rëzdua Kuksi, u rëzdua me Laçin, u rëzdua me Valbonin, u rëzdua me Tërbunin. Po s'ka rëndësi, ajo është eksperiencë, sepse dështimi nuk do të thotë që ti... Sa metodike kam parë? Kam menduar që Karat 4 vjet për të Ashtu po. Në rregull, ju keni mendimin tuaj, unë kam mendimin tim. Jo, patjetër se këtu jemi për të diskutuar, për të debatuar. Mund të çështë e fati ka qenë vendi gabuar. Okej, mirë. Kjo është një temë që një ha shumë diskutim fakt edhe normalisht me kalimin e viteve edhe eksperienca do e tregoj se si do të, nga cili anë do të peshoj në fakt kjo, për trajnerin e eksperiencë apo për trajnerin e ri për t'ju dhënë mundësia. Do të shkojmë një hapësirë publicitare dhe më pas rikthehemi sërish në studio. Që lanë pas, përveç kombëtares shqiptare të futbollit, që pati sukses edhe në sportet individuale. I referojmë këtu një prej emrave që u kthye sërish për të vendosur rekorde, po ashtu edhe në elit, që dikur ka qenë kampion Evrope, po ashtu edhe kampion bote, peshngriti Briken Talja, i cili u shpall kampion Ballkani, po ashtu vendosi edhe disa rekorde. Në fakt, mjaft e mirë kjo për sportin tonë, se tani përveç futbollit, edhe disiplinat e tjera bëjnë që emri ynë të ngrihet lart në Europë, po ashtu edhe në botë. Brikenin do ta kemi në një lidhje live, që ju po e shihni në fakt në momente në Studio Sport, por përpara se t'i them mirëmbrëma, unë do të shkoj në një material të përgatitur enkas për Briken Talin, e pas do të vijoj me diskutimin në studio. Ky ishte materiali përgatitur nga gazetari Ervin Sina. Briken, mirëmbrëma, mirë se vjen në Studio Sport. Mirëmbrëma Vilma, kënaqësi dhe ndjes që nuk jam prezent për shkak të programit që unë kam për nesër, sepse fillon java dhe jam një shumë i ngarkuar, të kërkoj shumë ndjes. E vërtet, ne kemi komunikuar edhe më parë, në fakt, për pamundësinë tënde për të qenë në studio, por unë asnjëherë nuk do ta humbja një mundësi për të pasur në lidhje live në Studio Sport për atë që i ke dhënë sportit shqiptare në veçanti peshngritjes, duke qenë kështu kampione, duke rikthyer sërish në nivelet larta. Ajo që doja të pyesja unë pas dëmtimeve dhe situatave të fundit që ju keni pasur, a besoj e vërtet që do të riktheheshe për të vendosur rekorde, po ashtu të shpalleshe edhe kampion Ballkani? Pa diskutim që kisha besimin, sepse unë dhe kisha shprehur her pas here, pavarësisht dëmtimeve që kanë qenë një pas njëshme dhe realisht kanë qenë decisive dhe serioze, por kam pas besim vetvete falë të mbuljes time për të arritur të në gjithë në sërish të maja dhe ja ku jemi sot po flasim për rekorde dhe medalje dhe sportistë më të mirë të Ballkanit. Briken, pas situatave të vështira që keni kaluar, e sigurisht i referohem këtu ndarjes nga jetat të nënës suaj për jetimit të vështirë emocional që ju keni pasur e gjithnjë sa herë përmendet ajo, në fakt, a keni menduar të hishni dorë? Ju ka shkuar ndonjëherë në mendje që ta linit fare? Në atë moment nuk kam qenë një lëkundër, edhe pse dëmtimi ka qenë serioze, të paktën ka qenë vitit 2022 që ka qenë fatal, sepse unë sa për riktheva nga kampioni i botës, ishte kampionati evropian në Shqipëri në 2022, dhe aty ndodhi goditja fatale që ishte pjesa e qafës së 56 që kishte probleme jashtëzakonisht shumë serioze me lëvizjen e krahut. Por kur nuk më shpresin që do të rikthej një ditë dhe fatmirësisht falë Zotit ja dole që të gjithë në sërish të maja. Okej. 2026 nis me kampionatin evropian, a i keni vënë vetes një objektiv konkret? Objektivi konkret në kam shprehë dhe me parë është pa diskutim është rekordi evropian dhe jam besim plot që do të arriqet të gjithëm dhe të aty. Deri kur mendon se do të garosh dhe keni objektiv në Olimpiadën e Los Angelesit në 2027? Është një fjalë e vjetër që është kur më thuaj kur, por do të ndalën, nuk besoj që është e largët rruga, sepse po flasim për një karrierë 20 vite në ekip kombëtar dhe 24 vite. Ky është viti 25 që Brikeni vazhdon dhe besoj që do të jetë e largët, por duke lënë kohë dhe formës.
Okej. Briken, debati më i madh i momentit fakt në sportet individuale ka të bëjë pikërisht me ndryshimin e VKM-s për shpërblimet. Pra nga ky moment ju nuk do të vlerësoheni më për medaljet në disiplina, por në dy garë. Cili është qëndrimi juaj apo komenti juaj për këtë? Besoj që kjo është një veprim i ndërtuar nga ana ministrisë, sepse para nuk janë konsultuar me grupet e interesit që jemi ne sportistat. Besoj që kjo është dhe një pjesë e fajtit e Federatës dhe Komitetit Olimpik, sepse minimalisht do të marrë një mendim të paktën minimalist ndaj sportistave elitarë, sepse unë mendoj dhe besoj që sportistat janë ata ambasadorë më të mirë për të përfaqësuar vendin dhe sa di unë paktën ligjet, domethënë dhe ndryshimet VKM-s duhet të bëhen përmirësime dhe jo ngushtime, por besoj që ministri do të ketë kohën dhe do të dëgjojë të paktën arsyetimin e sportistave elitarë për të ndryshuar paktën sa jemi tani në kohë. A ka në një farë mënyrë një vendim konkret nga ana juaj pra e sportistëve, apo jeni ende në fazën e diskutimit për të marrë një hap ndoshta më konkret për këtë vendim që është marrë? Paktën sa di nuk është hedhur në fletorin zyrtar, por sipas informacionit që unë kam, do të ketë një reagim dhe besoj që do të ketë përmirësim sërish. Okej. Briken, çfarë ndihme aktuale keni sot dhe peshngritja, a i ka kushtet ideale për të nxjerrë një sportist i cili triumfon edhe që mund të quhet ai sportisti elitar, sepse ndër vite ju dhe të tjerë ne kemi parë mënyrën se si punoni dhe me çfarë vështirësish dhe në fakt se si keni arritur për të sjellë medalje, për të shpallur edhe kampion. Si stërvitet një sportist sot? Shiko, unë kam thënë dhe ritem sërish që të paktën peshngritja ka një trashëgimi që do të paktën sporti i mungon sepse përdem në diçka të gatshme, të paktën ke programet, ke ndryshimi i strategjive, gjithë domethënë është bërë një punë jashtëzakonshme nga ana e peshngritjes dhe besoj që është në rrugën e dur. Sa i përket mbështetjes, nuk po flasim për sportistët elitar, të paktën vlen për të theksuar edhe pse ka nga këto ndryshime, por po flasim për 3 vite që kanë qenë vitetar të paktën në sport shqiptar dhe kjo unë kam thënë dhe ritem sërish që realisht kërkoj një vëmendje të veçantë dhe një falënderim dhe ligji i punësimit. Por në qoftë se do flasim për mbështetjen e sportit, të paktën sport që janë paktën të ri dhe e ardhmja, besoj që ka realisht ka shumë për dëshiruar. Briken, si do ta përkufizonit rivalitetin tuaj shumë vjeçar me Erkan Qerimaj? Shiko, kjo është një benefit që i ka dhënë Skimo dhe Erkanit, sepse është një lidhje që na ka bërë që të ngjitem duke pasur rivalitet nëpërmjet njëri tjetrit, domethënë na ka zgjuar dhe na ka dhënë një forcë akoma më të madhe dhe për të vazhduar stërvitjen për mos ndalër, sepse dihesh që gara pasare do ishte përballje nëpërmjet njëri tjetrit dhe normalisht ti duhet ishe gati për sfidën e radhës. Dhe kjo pa diskutim që ka qenë një augur shumë i mirë dhe një lidhje reciproke ndaj njëri tjetrit. Okej, meqense do të ndalesh pak dhe ke pjesa e paktën sportistave që janë të ri, sepse janë shumë pak klube që kanë suport të drejtë për drejtë kjo sportistat. Sipas informacioneve të paktën dhe dijes që kam unë është ekipi i Tiranës, është ekipi Shtremeni që i suporton të rinj dhe ekipi Durrësit të paktën me dijen që unë kam. Sa i përket diskusioneve të tjera janë realisht nuk është në rrugën dhe në mbështetjen e dur. Duhet akoma një lidhje akoma më madhe. Okej, meqense ishim të emrat pak më parë, janë Ertjan Kofsha dhe Kelida Carja pasardhësit tuaj më të denj në këtë disiplinë, si mendoni? Shiko, janë rezultate edhe që flasim, por është një punë e madhe përpara, sepse tani ata të paktën është paktën e Kelida është pjesa e të rive dhe Ertjan tani sapo ka dalë tritur, do jetë një kohë shumë e gjatë dhe do duhet një punë shumë e madhe, sepse tani normalisht rezultatet duhen më të larta, duhet të ketë një ndryshim shumë madhor dhe
uroj dhe shpresoj që të jenë e ardhme Peshmikës. Okej, Briken, gjatë kohës që unë po të bëja pyetje, në fakt, kolegu Kristi Sejatlari e pash që kishte diçka për t'ju thënë për ju. Po, Krist. Përshëndetje. Na do që pak ti, po gjithësi, unë da pyes shumë, pas treqes tuaj, qoftë sa më largë dita, po kemi ndonjë emër që mund të mbajë lartë emrin e peshngritjes shqiptare? Shiko, Peshngritja ka treguar herë pas here që ka pas medalje dhe nuk duhet ndalin ka emra konkret, sepse normalisht... Duam një emër. Shiko, nuk duhet që të flas me një emër konkret momentalisht, sepse Peshngritja është një tradicion të pak në është momentalisht për flasëm që ka rezultatet dhe është gjë shumë e mirë, por besoj që do të ketë sërish rrugë dhe shpresa shumë të dhaja për të ardhmen dhe e uroj shumë që të ngjiten sërish në maja. Se jo dhe kampion botës, sepse atje të paktën nëse ti ke vullnetin dhe egon për të arritur diçka, pa të studim që arrihet. Okej. Briken, nuk e di, a ke pasur në një ofertë në karrierë, kjo është e fundit, se në fakt që në pyetje që më lidhin tani, a ke pasur një ofertë në karrierë nga një shtet tjetër për të garuar për shembull? Këto kanë qenë kohët që kanë qenë kur ishim të rinj dhe të paktën kemi pas oferta, por kur nuk kam kunduar, ne kam thënë dhe ritem që kur nuk çfarë lloj shifre dhe vlera që të ishte, nuk e kam menduar asnjëherë pak më largohem nga Shqipëria dhe të dërojnë me një firmë tjetër. Pavarësisht ofertave, sepse fundit ne jemi njerëz dhe kemi nevojë për mbështetje financiare, por është diçka që më kurrë ka kunduar dhe as e kam menduar kurrë. Okej. Briken, unë të falenderoj vërtet që ishe pjesë e Studio Sport, kampion si ti absolutisht nuk duhet mungonte, të uroj shumë suksese në të gjitha garat që do të zhvillosh, pse jo të jesh herë tjetër edhe në studio për sukseset e tua. Të falenderoj shumë. Faleminderit, ju uroj gjithë mirat. Faleminderit. Mirë, ne do të shkojmë tani një hapësirë tjetër publicitare dhe më pas rikthehemi flasim për Serie A italiane.